Shoh që pala tjetër nxjerr lot krokodili, se gjoja humbem shashkën dhe nuk ndodh fundi i botës që humbet shashka. Sigurisht, nëse për ato shashka është e ndjeshme, po edhe për ne shqiptarët që jemi shumicë në atë komunë është e ndjeshme, njëjtë si rasti i Mitrovicës që është zemra e Kosovës. Absolutisht, sot po shoh edhe nga dita që ndodhi fitoria, nga dita që u konfirmu nga KSZ-ja apo Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Republikës Maqedonisë së Veriut, shoh që pala tjetër nxjerr lot krokodili, se gjoja humbem shashkën dhe nuk ndodh fundi i botës që humbet shashka. Sigurisht, nëse për ato shashka është e ndjeshme, po edhe për ne shqiptarët që jemi shumicë në atë komunë është e ndjeshme, njëjtë si rasti i Mitrovicës që është zemra e Kosovës. Prandaj, ne kur flasim për votat maqedone, në 2021 kur nuk do t'i referohem unë, ato shqiptarë janë vëllezërit tonë, ajo ndodhi siç ndodhi dhe është e mbyllur ai kapitull, kurse kësaj radhe ne kishim një numër simbolik të palës, të votave të maqedonëve, të cilët treguan janë pak, po janë si diamanti, për arsye se edhe mu sekretar komune, po edhe shtetit si shtet në aspektin që thirret multietnik, i lanë një shpresë se shashka mund të frymoje në aspektin e qeverisjes multietnike. Por që erdhen deri ato 40 vota, unë dhe ekipim, trokidem derë në derë tek palët e Maqedone. Trokidem çdo shtëpi, u prezentuam programin ton multietnik, u treguam dhe u prezentuam të gjitha brengat që i kemi të përbashkëta.